Gjengja e merat më të spikatë të ekranit shqiptar, Alketa Vejsiu ka tronditur opinionin publik me një vendim të papritur, dorëheqjen nga roli i saj si prezantuese. Me një karrierë të ndritur dhe të gjatë në fushën e medias dhe televizionit, Vejsiu ka qenë një figurë që ka dhuruar gjithmonë profesionalizëm, pasion dhe elegancë. Por, siç duket, ajo ka vendosur të bëjë një hap pas në jetën publike për të përkushtuar më shumë ndaj familjes së saj. Në një deklaratë për mediat, Alketa është shprehur se prioriteti i saj në këtë periudhë është familja. Ajo ka theksuar se pas shumë vitesh të kaluara mes angazhimeve intensive profesionale, ndjen nevojën për të qenë më pranë njerëzve të saj të dashur. Kontrata e saj aktuale pritet të përfundojë në dhjetor të vitit 2025, por ajo ka paralajmëruar largimin e saj para këtij afati, duke hapur një kapitull të ri në jetën personale dhe ndoshta edhe profesionale. Megjithatë, lajmi nuk ka kaluar pa u shoqëruar nga spekulime. Në rrjetet sociale dhe disa media është përfolur për një përplasje të mundshme mes saj dhe regjizores së njohur Vera Grabotka. Këto dashëtheme janë përgënjeshtruar menjëherë nga vetë Alketa, e cila ka deklaruar qartë se nuk ka asnjë konflikt dhe se vendimi i saj është marrë ekskluzivisht për arsye familjare. Ajo ka theksuar se gjithmonë ka ruajtur marrëdhënie profesionale dhe të respektueshme me bashkëpunëtorët e saj. Dorëheqja e një figure kaq të rëndësishme si Alketa Vejsiu lë padyshim një boshllëk në skenën mediatike shqiptare. E njohur për elegancën, energjinë dhe aftësinë për të drejtuar me sukses formatet më të mëdha televizive, ajo ka ndikuar ndjeshëm në zhvillimin e medias në vend. Pyetja që lind atyshëm është nëse kjo dorëheqje do jetë përfundimtare apo thjesht një pauzë në një karrierë të suksesshme që ka ende shumë për të ofruar. Në fund të ditës, vendimi i Alketa Vejsiut për të zgjedhur familjen mbi karrierën është një akt i gugëzimshëm dhe i admirueshëm. Në një botë ku ritmi profesional shpesh vjen përpara çdo gjëje tjetër, vendimi i saj për të tërhequr për të qenë më pranë njerëzve që do, tregon humanizëm dhe ndjeshmëri të thellë. Mbetet për të parë nëse ajo do të rikthehet në të ardhmen, por për momentin publiku shqiptar i uron vetëm më të mirat. Po ju çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.